Në qytetin e Korçës ka nisur mbjellja e luleve pranverore në hapësirat e gjelbra të këtij qyteti. Paralelisht, ndërmarrja e shërbimeve publike është duke u kujdesur edhe për mirëmbajtjen e këtyre lulishteve. Mbjellja e luleve ka nisur nga lulishtja Naim Frashëri dhe do të vijojë në çdo lulishte të qytetit. Përgjegjësi i gjelbërimit në Bashkinë Korçë, Berti Kita, bën me dije se pas punimit dhe plerimit të lulishteve, ka nisur mbjellja e luleve pranverore dhe brenda 2 javëve është parashikuar që të mbillen rreth 50.000 fidan me lule të shumëllojshme, duke nisur nga lule zjari, petunja, kadife, gajllardhja, zinja, godecja e të tjerë. Ky është një proces që kryhet 2 herë në vit, thot ai, pasi dhe në dimër mbillen lule të ndryshme në hapësirat publike, si lule dele, viola, kanamiciri, geume e të tjerë. Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra vlerësohet nga qytetarët, kryesisht nga mosha e tretë që i frekuenton ato. Neve pensionistë jemi, po dalim kënaqemi, sidomos këtu në parku japones, është një mirëmbajtje e shkëlqyer. Ka ca punëtorë dhe punëtore, çfarë them unë? Në jemi të kënaqur kudo, po kudo i të vesh, jo këtu. Po dhe poshtë në shkolla Themisoj Gërmenji, që është lulishte e madhe, kënaqet shpirti. Kemi qetësinë, Korça e ka tradit. Edhe unë kam një copë bashkë atje para shtëpisë, i edukoj niprit dhe mbesat, i mbaj, i mbjell, ka vazo, kam të tërë, nuk ka si lulja. Lulja është jetë. Po ke lule është jetë. Mirëmbajtja që ka Korça nuk krahasohet. Edhe neve si pensionistë që jemi, kënaqemi, çlodhemi, ndjejmë një kënaqësi të mirë me këtë gjelbërim, me këto lule që kanë mbjellë edhe duhet të mbjellin akoma më të bukura të shijojmë. Jemi të kënaqur. Ne jemi moshatarë dhe kujtojmë Korçën e bukur, ato lulet e bukura, ato si në për shtëpitë private që i mbajnë, edhe në për lulishtet që neve që vijmë dhe e shijojmë dhe çlodhemi. Gjë e bukur është. Këto hapësira frekuentohen edhe nga fëmijët për t'u argëtuar mes gjelbërimit. Në total gjatë gjithë vitit, ndërmarrja e shërbimeve publike ka mbjell rreth 1.000 fidan lulesh dekorative.